Da emri, urdhroni. Edhe një herë për replik me ju. Zoti Beleshi, unë e kuptoj që ju nuk doni dhe keni të pamundur reflektimin për shkak të nëse do donit mund ta kishit interpretuar edhe gabim të teknologjisë dhe të IT-s, sepse gjithë çështja u ngrit tua e shtypi butonin zoti Boçi, kreu i Komisionit të Arsimit, apo nuk e shtypi butonin për replik, ndërkohë që e shtypi disa herë, sa herë kemi pas probleme këtu me IT-n, nuk ka pas ndonjëherë shqetësime kaq të mëdha. Kësaj radhe po e bëni problem se zoti Boçi pas ka shtyp butonin, ju se keni parë dhe u quan këm kërkoj fjalën për replik. Kjo nuk mundet të jetë asnjë arsye logjike për të prishur një seancë kaq të rëndësishme, që kemi gjithë to ligje të rëndësishme për diskutuar. Është sinqerisht është absurde nga ana juaj që nuk arrini të reflektoni në raport me një masë të marrë tërësisht në shkeljet rregullores. Dhe nuk mundet prisni që deputetët e opozitës të rrinë këtu si dele para jush, ndërkohë që ju përjashtoni nënkryetaren e Partisë Demokratike dhe mos ketë asnjë reagim. Kjo nuk ndodh. Kështu që me që keni vendosur ta prishim seancën, të qetësojmë edhe këdo koleg nga mazhoranca që kërkon ta mbylli shpejt se mund të ketë një darkë dhe duhet ikin të mbarojnë punët e tyre, vazhdoni flisni me veten, vazhdoni në rregull, kalojeni në votim seancën edhe jepni drejtim. Ne, nëse ju nuk reflektoni, largohemi nga kjo seancë. Faleminderit. No, seanca nuk kalon në votim, seanca do të vijojë diskutimet me të gjithë deputetët që do të dëshirojnë të marrin fjalën sipas të drejtës që ju jep rregulloria. Zonja Klodiana Spaiu, fjala për ju. Procedurë, zoti Blushi, ndjes. Zoti kryetar i Kuvendit, ju